Do të zgjidhim sistemin. Kemi një sistem ekuacionesh me dy të panjohura. Me njërë nga metodat që ju mund të dini më mirë, mund të zgjidhni sistemin. Në rastin e sistemit në fjalë, ne mund të zgjidhim me të dyja metodat, ose me metodën e mbledhjes, ose me metodën e zëvendësimit. Me metodën e zëvendësimit do e zgjidhim në fillim, më pas me metodën e mbledhjes. Metoda e zëvendësimit, nga ekuacioni parë ne nxjerrim që y është i barabartë me 2x. Këtë do ta zëvendësojmë tek ekuacioni i dytë. Atëherë 3x plus 2 dhe zëvendësojmë y-in këtu 2x. Kjo është e barabartë me 7. 3x plus 4x është e barabartë me 7. 7x i baras me 7, x është i barabartë me 1. Pasi gjejmë x-in, e zëvendësojmë për të gjetur y-in. Atëherë 2x baras me y-i do jetë 2 herë 1. Y-i do jetë i barabartë me 2. Pra, çifti që është zgjidhja e këtij sistemi është 1, 2. Tani do ta zgjidhim me metodën e mbledhjes për nxënësit të cilët e kanë më të lehtë metodën e mbledhjes. E rishkruajmë sistemin. Në mënyrë që ne të bëjmë metodën e mbledhjes, duhet kemi parasysh që duhet të barazojmë njërin prej x-it ose y-it dhe ta kemi me shenjë të kundërt. Në rastin ton, kemi y-in me shenjë të kundërt, na duhet ta barazojmë. Pra ekuacionin e parë do ta shumëzojmë me 1/2. Atëherë kemi 4x minus 2y është e barabartë me 0 herë 2. Dhe poshtë qëndron siç është. Mbledhim anë për anë, 4x minus 2 plus 3x plus 2 është e barabartë me 0 plus 7. Atëherë minus 2 plus 2 i thjeshtojmë, 4x plus 3x është e barabartë me 7. 7x i baras me 7, atëherë x është i barabartë me 1. Gjetëm x-in e zëvendësojmë për y-in tek ekuacioni i parë. 2 herë 1 minus y është e barabartë me 0. 2 minus y baras me 0, atëherë y është i barabartë me 2. Çifti 1, 2 është zgjidhja. Pra me të dyja metodat ju deli njëjta zgjidhje. Suksese!